Më du të ta veçoj një betej, se aty në ka vrarë një shak i joni, aty është i ka qenë i Glëgjanit. Atë ditë, u bëshin luftimet rrepta. Çdo ditë ka pas beteja në Dugaqen. Nuk është vetëm beteja Lojës dhe beteja. Që Shqicekun, kur të jo janë dy beteja, janë dy beteja. Por çdo ditë ka pas beteja në Dugaqen. Por çdo ditë ushtarët e zonës operative të Dugaqenit, në krye me Ramos Haradinin, kanë marrë pjesë në beteja. Këto ja u thon me përgjegjësi të plot. Se i kum pa ato, i kum pa shumë njerëz të shkuën beteja, po i di se kom qenë me ta. Në disa vena kom qenë edhe vetë me ta. Vetëm një betejë më duhet ta ceku. Në Sarabreg, ku ishte lufta e pa barabartë. Ata e kishin sulmu, ka qenë komandant, ka qenë në vinë e frontit në Sarabreg, ka qenë Malist në Reca. Ne i kemi shku në përforcime adet. Prej Logje kemi shku këto, me urdhër Skënderqeku. Skënderqeku thash shkarin ndim se unë jem këtu. Se na ushtu neve numri ushtarëve këtu në Logj, edhe tha Skënder, tha merri, tha do t'jem, tha edhe shkoni, tha në tonë në nej. Edhe jem shku. I mora do t'jem, kemi shku në Sarabreg, Maliqin, e kom gjofë Maliqin edhe ma heret. Kom pas shu takime, to. Edhe kemi shku atje, do më thonë, na kemi mriti ku ka 10 ora ditë, dekna i non brome ka pas betej. Krejt në fërsi. Maliqi është njerë me kra. Nuk ja din njerëzit, nuk ja din vlerën Maliqi në Recë. Çfarë luftëtari i Zoti është. Edhe të ditën e gatë, aj me Beshtarrinin ka qenë ideal, shumë i Zoti. Ka qenë aty në betej, ka qenë shumë dhe djemë Gjakovës, dhe tjerë nuk javë djemë në atë në shumë. Ne kër kemi shku aty, aq sa kemi mujt, e kemi përkra, aq sa kemi mujt, edhe sa kemi ditë. Deri në tërë, dhe isa ka ardhë Ramushi, edhe ka thonë bravo, na ka thonë, na ka motivu kështë, adin më thonë hajdin e kështu, hajdin ta shkojmë atje. Imi ardhë në 11 orat natë, se kemi vërros, me ndërime ushtarake kemi vërros, o të ushtarin që na u vradit aty nga Glëgjani. Edhe, kërëm këthynë në mone, kom rri dikun, kom rri ka një ora natës, kom rri këtu, është shkenda, shpas janë alaj zgjuar, të morë me roje me ato, të i morë djemë të i qita nej, kënej, edhe i shkon bo shumë marak, se jem këthyna pak vorë na ushtartë. Për të ndjekur episodin e plot, bëni subscribe në kanalin Miranda Shala në YouTube.